Në Shqipëri, Partia Socialiste pritet të vendosë sot për hyrjen e saj në parlament, pasi diskutimi që kryetari socialist Edi Rama pati me bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë, është thirrur mbledhja e grupit parlamentar ku do të merret vendimi përfundimtar. Nga Tirana e sjell Hosit, korrespondenti ynë Armand Mero. Sipas të gjitha gjasave, deputetët socialistë do të vendosin sonte në favor të hyrjes në parlament. Të paktën ashtu e i sigurt fakti se kryetari Edi Rama pritet të propozojë që ata të jenë nesër në sallën e parlamentit. Deputetët pritet të bëjnë vetimin si dhe të dorëzojnë një propozim për komisionin hetimor për zgjedhjet e qershorit të vitit të kaluar. Burime nga Partia Socialiste thanë se në propozimin e tyre, në formën e një projekt vendimi do të jetë i përfshirë në objektin e komisionit hetimor, të cilin ata propozojnë, mos kufizimi i mandatit të këtij komisioni, pra dhe hapja kutive. Në varësi të qëndrimit që do të mbahet nga shumica parlamentare ndaj këtij projekt vendimi, do të varen dhe lëvizjet e tjera të deputetëve socialistë, nëse do të vazhdojnë të rrinë në sallën e parlamentit apo do ta braktisin atë. Kryetari socialist Edi Rama ka evituar gjithnjë komentet e drejta lidhur me skadimin e afateve të mandateve të deputetëve socialistë, por natyrisht që ngushtimi kohor është një nga arsyet kryesore të vendimit të pritshëm. Edhe sepse djegja e mundshme e mandateve do të hapte një problem të ri në Partinë Socialiste. Së pari për fakti që një grup deputetësh do të hynte në parlament dhe këtë e kanë bërë të njohur. Së dyti sepse zëvendësimi i deputetëve të cilëve do t'u digjej mandati do të krijonte probleme të tjera të brendshme. Në një kohë kur socialistët janë përqendruar te çështja ekutive, hapja e një plagë të re të brendshme do t'i dëmtonte ata. Pavarësisht se bojkoti i socialistëve mund të vazhdojë, hyrja e tyre dhe të qenurit efektivisht deputet, duket se mund të shërbejë edhe si një frymarrje në këto momente kur dyert e dialogut për një zgjidhje të mundshme nuk janë mbyllur tërësisht. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.